Përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi në rubrikën e letrave në kanalin Rrëfi me Jete këtu në YouTube. Për të ndjekur të gjithë letrën e plot, kyçuni në YouTube në kanalin Rrëfi me Jete, aty do ta dëgjoni të gjithë historinë. Letra që po ndaj sot është një letër e shkruar nga kunata për kunatën, për një mos mirënjohje, për një histori që do të ju traumatizoj të gjithëve, më besoni. Mosmirënjohja është akti më i shëmtuar që mund ta ketë një njeri dhe pikërisht kjo letër që lexoj unë është kjo letër e dhimbshme. Nuk e di nëse do ta dëgjosh ndonjëherë këtë letër deri në fund. Ndoshta do ta mbyllësh sapo ta kuptosh se është shkruar nga unë. Ndoshta se do të mendosh se po të kërkoj vëmendje, ose se po rikthej plak që duhej të ishin të mbyllur. Por unë nuk po shkruaj për të fituar një debat. Nuk po shkruaj për të turpëruar. Po shkruaj sepse ka gjëra që për vite të tëra kanë mbetur në zemrën time dhe pesha e tyre është bërë shumë e madhe. Kur hyra në familjen tuaj, të konsiderova si motrën time. Nuk të shihja thjesht si motrën e burrit tim. Të shihja me dikë me të cilën do të ndaja festa, gëzime, lot, shqetësime dhe kujtime. Mendoja se lidhjet familjare nuk ndërtohen vetëm nga gjaku, por edhe nga dashuria, nga respekti dhe nga sakrifica. Pastaj, pa pritur, erdhi dita kur jeta jote ndryshoi. Sëmundja trokiti pa paralajmërim, të gjithë në thelb u friksuam, të shihja duke luftuar me dhimbjen dhe me pasigurin. Nuk ishte e lehtë, as për ty, as për familjen. Ishin ditët të mbushura me ankth, me lutje, edhe me shpresë. Kur u fol për transplantin e veshkës, shumë njerëz kishin frikë. Është normale, nuk është një vendim i vogël. Askush nuk mund ta marrë lehtë një vendim të tillë. Unë në thelb e mendova gjatë. Fola me mjekët, fola me familjen time, u luta, qava, kisha frikë, kisha pyetje pa fund. Po në fund mora një vendim që vinte nga zemra. Vendosa të dhuroja një pjesën time, sepse besoja se jeta jote kishte vlerë. Nuk e bëra për lavdi në asnjë mënyrë. Nuk e bëra që dikush të më quante heroin. Nuk e bëra që një ditë të ma ktheje me para apo me dhurata. E bëra sepse nuk doja që fëmijët e tu, prindërit e tu, vëllau yt dhe gjithë ne të jetoni me frikën se ne ty mund të humbnin. E mbaj mend shumë bukur ditën e operacionit, mbaj mend fytyrat e shqetësuara, mbaj mend lutjet, mbaj mend dhimbjen kur u zgjova, mbaj mend muajt e rikuperimit. Mbaj mend çdo kufizim, çdo analizë, çdo kontroll, çdo natë kur pyesja vete nëse gjithçka do të shkonte mirë. Nuk jam penduar asnjëherë për atë vendim. As edhe një herë. Sepse besoja se kisha shpëtuar jo vetëm jetën tënde, por edhe një pjesë të familjes tonë. Por ajo që nuk e imagjinoja kurrë ishte se do të vinte një ditë kur do të ndihesha si e huaj. Jo sepse prisja të më falenderoje çdo ditë në asnjë mënyrë,
Jo sepse prisja të më vendosje në piedestal, por sepse prisja diçka shumë më të thjeshtë. Respektin. Një telefonat, një përqafim, një fjalë të mirë, një interesim për shëndetin tim. Një kujtim se edhe unë në thelb jam njeri. Me kalimin e kohës fillova të ndjeja një ftohtësi që realisht nuk e kuptoja. Fjalët u bën të pakta, takimet u bën të ralla, mirësjellja jote u kthye në indiferencë. Kishte momente kur dukej sikur gjithçka që kishte ndodhur nuk kishte ekzistuar kurrë. Dhe kjo në thelb më lëndoi. Jo transplanti, jo plagët, jo dhimbjet fizike, por heshtja. Ka një ndryshim të madh mes të mos mundesh dhe të mos të duash. Nëse nuk kishe mundësi të më ndihmoje, do ta kuptoja. Nëse kishe vështirësi, do ta kuptoja. Por të sillesh sikur asgjë nuk kishte ndodhur, këtë nuk arrita ta kuptoja. Shpesh kam dëgjuar njerëz që thonë se askush nuk të detyron të bësh mirë. Dhe është e vërtet, ma beso. Askush nuk më detyroi. Unë zgjodha, por edhe mirënjohja nuk blihet. Ajo nuk kërkon pasuri, nuk kërkon luks, kërkon zemër. Mirënjohja nuk është një borxh që paguhet me para. Është një mënyrë jetese, është të mos harosh dorën që të ngriti kur ishe rrëzuar. Ndoshta ti mendon se jeta vazhdon dhe se duhet harojmë, por edhe unë e dua paqen. Edhe unë dua të ecë përpara, por nuk mund të ecësh përpara duke mohuar atë që në të vërtet ka ndodhur. Më ka bërë përshtypje se sa lehtë njerëzit harojnë sakrificat kur gjithçka shkon mirë. Kur ishe në vështirësi, të gjithë luteshin. Kur u shërove, shumë u kthyen te rutina. Por unë mbeta me plagën time. Me kujdesin për shëndetin tim, me kontrollet e mia, me përgjegjësinë që do ta mbaj gjatë gjithë jetës. Dhe realisht përsëri nuk u ankova, sepse vendimi im ishte imi, por nuk prisja të humbisja edhe respektin. Kanet kur kam pyetur veten, a do ta bëja përsëri? Dhe përgjigjja ime është po, sepse nuk dua të jem njeri që e mat mirësinë me sjelljen e të tjerëve. Por nëse më pyet se çfarë më ka lënduar më shumë, nuk është operacioni, është ndjesia se tek ti unë u bëra e padukshme.